Çka ka lidhje pse ti vjen me kërë 100.000 euro? Në ftyra të vorejt se je gjunaqar. Ani pse esti me truproje me ka 20 veta trujn anash. Ti në ftyre e kije gjunajn. Vallaj s'të ban dobi me të mbrojt ka 20 kera, ka 30 kera nëse Allahu ka vendos me të poshtërsue. E lushme Allahu mos ta poshtërsoj ja rabbal alamin. A dhe shiko Hasan Basri ju tha, ani pse ecin këto me tak të kuajve, atar s'ka pas Mercedesa. Ani pse ti hec me kërë të blindum, kur dirë që jashtë të pështy njerëzit me zemër, të malkoj njerëz me zemër. Ani se ti e blokon qytetin kur kalon, por Allahu të ka malku edhe të malkojnë me lachët, dhe të malkojnë njerëzit e mirë. Kjo është, kjo pështërsi së heket. I shef disa njerëzi, i kanë krejt, veç një sen se kanë, se ne blejnë një respekt për një njerit, ma të vogël. Për një njerit ma të vogël, pse? Sepse e ka malku e dikush manalt. Apo faraoni 80.000 ushtare u qëshin me të një televizor, ama kitë dunjaja e malkon. A ne mos u çuditni me këto që kanë shëtitën neve me vetura luksoze. Mos u çuditni me këto që kanë pare. Mos u çudit